KSZ njofton se gjatë javës në vijim do të përmbyllet i gjithë procesi i dërgimit të këtyre pakove me fletvotime. Votimi përmes postës përfundon më 27 dhjetor. Vlen vetëm për rreth 58.000 votuesit. Fillimisht pakot do të dërgohen në aeroport dhe gjatë ditës së nesërme do të fillojë shpërndarja e tyre në shtete të ndryshme përmes shërbimeve postare në adresat e votuesve. KSZ njofton se gjatë javës në vijim do të përmbyllet i gjithë procesi i dërgimit të këtyre pakove me fletvotime për votuesit jashtë Kosovës. Në çdo dërgesë postare është vendosur nga një numër i veçantë xhurmimi dhe është dërguar votuesve të regjistruar, të cilët mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos së tyre me fletvotim. Është e rëndësishme të theksohet se votimi përmes postës përfundon më 27 dhjetor. Kjo periudhë votimi vlen vetëm për rreth 58.000 votuesit e regjistruar jashtë Kosovës dhe që kanë përzgjedhur të votojnë përmes postës. KSZ u bën thirrje të gjithë votuesve që të mos presin ditën e fundit për ta dërguar pakot e tyre me fletvotim. Pakot duhet të dorëzohen në adresën e njërës nga kutitë postare të KSZ-s në shtetin ku jetojnë votuesit apo në kutitë postare më të afërta. Votuesit inkurajohen që këtë ta bëjnë sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që pakoja të arrijë me kohë në kutinë postare nga ku do të tërhiqet dhe do të dërgohet në Kosovë për procesin e numërimit.